shënon KF Shkëndija e Haraqinës me rezultatin 0-1. Shkëndija Tasani, tani Subi Mustafa. Tani është momenti i bukur dhe 1-1. Dhe shënon përsëri ekipi Haraqinës Shkëndija, lojtari me numrin Fikret Livoreka është autori i golit të dytë. Nuk ka faul, tani gjithçka është në rregull sipas referave. Mirë po, tani të shohim. Po dhe 3-1. Shënon lojtari me numrin 17 të Haraqinës. Tani rasti bukur dhe shënon lojtari me numrin 16. Zbut rezultatin 2-3.